أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Nderuar vëllezër besimtarë, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dhe ju të gjithë të cilët na përcjellni po ashtu edhe përmes valeve të radiostacioneve të ndryshme, ne vazhdojmë inshallah në temën e fundit dhe në serialet e fundit të cilat ne edhe ndaluam në ligjëratën e kaluar, e që nga seriali i gjatë i temave nën ombrelën e temave jeta pas vdekjes, arritëm të kalojmë stacione të ndryshme, sikur ishte stacioni i dhënjes së shpirtit, stacioni i jetës në varr el barzakh, pastaj stacioni i ringjalljes el hashr wal mahshar, pastaj paraqitja përpara mizanit, pastaj kalimi mbi urë të xhehenemit, dhe tash momental në ligjëratën tonë gjendemi në këtë stacion, kurse ky karavan i temave do të vazhdoj inshallah edhe në pika të ndryshme, qoftë mbi stacionet e urës së xhehenemit, kalimi në anën tjetër dhe shkallëzimi gjithësisht cilësitë e zjarrit të xhehenemit, cilësitë e xhennetit, kategoritë të xhennetit, kategoritë të xhehenemit, cilësitë e personave të cilët do të hyjnë në xhennetin më të lartë dhe ngjashëm në këto ligjërata të ardhshme. Shpresojmë inshallah që t'ju kemi edhe juve me vete parafërsisht edhe 20 deri në 30 orët në vijim. Deri më tani ligjëratat tona në këtë temë kanë vijuar 29 pjesë, kjo është 30-a pjesë, secila pjesë prej tyre ka nga 1 orë e diçka tepër ligjërat. Tash koncentrohemi pjesës tonë aty ku ndaluam edhe ligjëratën e kaluar, e që ishte që grupet e njerëzve mbi urën e xhehenemit do të jenë të tre llojshme, dhe njëra prej saj është njerëzit të cilët do ta kalojnë urën e xhehenemit, qoftë me shpejtësi të ngadalshme apo qoftë me shpejtësi të shpejtë, sikur thot pejgamberi alayhis salam edhe në formën e rufes, dhe njerëzit të cilët penguar do të plasin në të, do të rrëzohen në të dhe do të ngriten sërish prej melaqeve dhe sërish për një gabim tjetër do të bien në xhehenem, do të ngriten sërish prej melaqeve derisa ta kalojnë këtë urë të xhehenemit, dhe sa kohë do të marrë kjo Allahu e din. Dhe pjesa tjetër e cila nuk e kalon fare urën e xhehenemit, po përplasen plotësisht dhe përgjithmonë për në xhehenem. Dhe kjo grup, pra flasim, është grupa e atyre të cilët nuk e kanë njohur Zotin fare, Zoti na ruaj inshallah prej saj. Tash kalojmë në pikën tonë që mbasi folëm kush ishin njerëzit që bien për herënete, kalojmë në atë kush janë njerëzit të cilët me përplasje do të kalojnë urën e xhehenemit. Dhe thamë të nderuar, ura e xhehenemit ishte, si thot pejgamberi sa madhrub fawqa xhehenem, është një kalim një urë, një rrugicë e cila është ngritur mbi xhehenem dhe duhet për me i shpi njerëzit, me i nxjerr njerëzit ka xhenneti. Njerëzit të cilët penguar në këtë është një prej rasteve, këtu nuk bëjmë fjalë për jo besimtarë, tu bëjmë fjalë për besimtarët, të cilët pengohen, rrëzohen dhe plasen dhe bien në xhehenem. Dhe rramja e tyre në xhehenem është e lloj-llojshme. Gjatësia, koha të cilën do të mbeten në të është e lloj-llojshme dhe mvaret prej gjunaheve dhe gabimeve të cilët kanë qenë në dunja. Ne edhe njerë duhet të bëjmë me dije. Filozofë të ndryshëm, sidomos filozofi gjerman Nietzsche, i cili përshkruan Zotin e muslimanëve dhe thot, është interesante me Zotin e muslimanëve se nuk është vetëm i drejtë, po dhe i mëshirshëm. Keni kujdes ndershëm. Ne elhamdulillah që e kemi gjithmonë Allahun dhe i thojmë Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Në emër të Zotit, i cili është i mëshirshëm dhe i gjithë mëshirshëm. Se në qoftë se do të ishte Zoti vetëm i drejtë, ku për mua dhe ku për ty. Drejtësia neve nuk na del mjaft. Drejtësia e din të mirë, mshili si tu, mbylli si pak për një çast, edhe e din vendin shumë mirë ku e ke. Po ne thujmë elhamdulillah që Zoti është edhe i mëshirshëm dhe i fal, se me bën me kon një me një është problem. Dhe të njëjtën kohë, po ashtu thirremi në atë duke thënë, edhe në qoftë se dikush prej neve ka qenë non stop i mirë, gjithmonë ka bën vepra të mira, s'ka pas lëshime, përveç lëshimeve të vogla, të cilët edhe nuk ka nevojë të dënohen në xhenem, por s'ka pas lëshime. Dhe ka qenë që meriton me veprën e tij të hyjë në xhennet, edhe ai ka nevojë për mëshirë. Këtu unë duhet i sjellë di pikë. Pika e parë është një gazetare zvicrane që mu më parashtron këtë pyetje në njërin prej tubimeve, duke i thënë unë në ligjëratën që ditën e xumait që e kalova para ditë xumait kështu me radhë, njeriu me veprat e tij në natyrë, me veprat e tij, me farzet tona, me namazet tona, me zakatin ton, me haxhin ton, ne bëjmë pastrimin ton të shpirtit ton për gjunave që i kemi në këtë dunja. Ata janë si një lloj pastërtie për ne që na rikthehen neve. Veprat tona nuk shkojnë për Allah, nuk e bëjmë ne me namaz e kemi rrit Allahun më shumë.
Me zeqat e kemi rrit Allahun më shumë. Po vendosën njerë këtë muslimanët në botë, mos me fal namaz, mos me dhanë zeqat, e zvoglum Zotin, e bom një ka qetë vogël. Kjo nuk vlen kështu. Po veprat tona janë para së gjithash reflektim për jetën tonë. Veprat tona para së gjithash ndriçojnë kualitetin e jetës tonë dhe ngritin standardin e mirësisë dhe mirëqenjes tonë dhe personale, po edhe të gjithë shoqërisë. Apo, dhe kur unë shpjegojsha kështu, ajo tha, po ju e paskit mirë. Tha, ju tha, në qoftë se vdiskit, do me thonë, ju hikit në xhennet pa mëshirën e Zotit, nga se ju keni hi me veprat tua. Keni bo mirë, këtu keni bo mirë që ati, jeni falë, keni dhanë zeqat, edhe ju hikit drejt për drejti për në xhennet me veprat tua. Këtë ne zguxojmë ta thujmë të ndershëm vëllezër, se xhenneti nuk kushton 15.000 franga, apo 100.000 franga, apo 2 milion franga. Xhenneti vetëm dhurohet, nuk fitohet. Nuk ka kush me veprat ti që mund të me hinë xhennet. Po ka kush me veprat e tij që mund të me hinë në kënaqësinë e Zotit, në razinë e Zotit. E mbasi hinë në razinë e Zotit, Zoti ta dhuron xhennetin. Edhe pra çka ne ndëgjojmë pleqë tonë kur thunë non stop Allah i koft razi. Çka ka për qëllim? Allahu koft i kënaqur me këtë punë që e bëne. Edhe Allahu të martë në kënaqësinë e tij. E nëse Allahu të merr në kënaqësinë e tij, u kry puna me tij. Allah i na martë inshallah në kënaqësinë e tij. E tash, në këtë kontekst dëshirojmë ta e përmendim. Tha nëse ju hini me veprat e tuaja, ju keni kry punën, çka u duhet mëshira e Zotit? Pse duhet me kon Zoti te ju? Bismillahirrahmanirrahim. Thash njerëz zonjë nderuar. Pika e parë, asnjë njeri s'në hin në xhenet me veprat e tij. Këtë duhet ta dini. Po nëse ja merr mendja dikujt prej muslimanëve se ka hin në xhenet me veprat e tij, unë po ta bëj me di atëherë se Zoti duhet me kon i drejt. Ki bëni 60 vjet mirësi në këtë dunja, hin 60 vjet në xhenet. Përjetoj kënaqësitë e xhenetit 60 vjet. Kur u kryin 60 vjet pastaj, drejtësia, kërkon drejtësi. Hajde bismillah, dil prej këtu tash. Ishe 60 vjet i mirë, ti dhash 60 vjet. Po me po me ti dhon 61 vjet, prap një vjet ka mëshiru këtu. Nuk ka kon vetëm drejtësi. E si që ndron puna për muslimanët kur të hinë në xhenet, a kanë me dal prapa? Edhe ata që kanë kon në xhenem për muslimanëve kur kanë me hinë në xhenet, s'kanë me dal më për xheneti prap. U kry kjo procedurë. Deri kur khalidine fiha abada, thot Allahu, ata janë të përjetshëm në të dhe të gjithmonshëm dhe kur i panxjerrë prej saj. Dhe pika e ditë, pse ne nuk mund të me hi me veprat tona në xhennet? Se me veprat tona ti as borxhet, një borxh më të vogël ndaj Zotit se ne lan, u ndershëm vëlla. Me veprën tënde ti s'në lan gjë. S'ke, nuk ka jo vepra jote mjaft potencial dhe mjaft bonus për me la diçka. Transmetohet në kohën e Nuhit, ishte ka një njeri që kishte jetuar mbi 900 vite. Dhe kishte jetuar me një rrumës të malit, me një breg të malit. Në fund të malit kishte ardhur deti, oqeani. Dhe ai kishte jetuar vetë. Nuk ishte i martuar, nuk kishte kujshi, nuk kishte akraba, nuk kishte njerëzi, fare hiç. Ai kishte jetuar në këtë vend dhe kishte hëngër gjithmonë prej pemëve të malit që ka dhënë druni. E kur kishte ardhur për me pi ujë, kishte zbrit në deti me pi, mirë pa ujtin se ne kishte pi. Edhe çka u bën në këtë rast? O Zot, ty bën dua, ujë. Allahu i paska nxjerr një burim prej midis detit, prej ujë të pishëm. Domethënë nuk është njelmat, nuk është i shëllëshëm. Edhe paska zdrip për herë në qatë vend, e paska dit atë vendin, basi ka hëngër ka pi ujë atje, edhe gjithmonë i badet. 900 vite, 1000 vite, sa ka jetu. Kur erdhë që vdiq, transmetohet që ka dalë për para Zotit, dhe i ka thonë shtinja këtë rob në xhennet me mëshirën time. Unë e kam mëshiru shtinja në xhennet. Edhe ai njeri thot, o Zot, unë kam bën veprat mira. Unë thët kurin jetë gjëna s'kam bën. Unë kojshi s'kam pas për me i hinder hak. Unë grue s'kam pas për me i hinder hak. Unë fëmi për mës me dit me i eduku s'kam pas për mës. Unë këtë s'kam pas, televizion nuk kam pas, internet nuk kam pas, kur gjën s'kam pas, çfarë gjëna pas kam bën. Unë hapi dhe veç i badet. Për atë shkak unë nuk du me hinë xhennet me veprat, me mëshirën tënde, po me veprat e mia. Unë e kam meritu. Atëherë i urdhroi Allahu melaqet që ta shtrinë në xhennet. Duke kaluar mbi urrën e xhenemit, për cilën ne jemi ka folim, thot kishte me vete librin e të mirëve, punëve të mira.
Duke kaluar mbi urrën e xhenemit, po i thahen buzë prej nxehtësisë. Edhe lip ujë pak me pi. O Zot, pak ujë. I pien me laçet pak ujë. Dhe kur fillon ta pije këtë ujin, gjithsesi pa me ja dhon këtë ujin, e pyesin ti me çka e shpërblen këtë ujin, me çka e blen këtë ujin këtu. Tha, o Zot, me çka me e blej këtë ujin? Unë këtu s'kem, ne jemi, nuk kemi në dunja. S'kemi kur gjë këtu. Jo, ke. Tha ti na jep tha çat librin e veprave të mira, që i ke punu 900 vjet, ne ta japim një gotë ujë. Tha, kjo nuk është në rregull, kjo nuk është biznes i drejtë. Për një gotë ujë kret këtë 900 vjet çka kam punu, nëse nuk është i drejtë shko tha atë. U dhe mbar. Me për njeri për një gotë ujë ka njëherë ju e dini vet. Për një gotë ujë, subhanallahu, ka raste 1000 franga e blesh një gotë ujë. O sidomos në kohën e luftës, një bukë e blesh, Allah e din sa e kanë shit, apo? Edhe tha vallahi tha që urdhnoni merr një librin me vepra të mira, më jepni ta pi çat ujin. E piti. Kur dol për me marr hisab për para se me hin xhenet, na jep librin e veprave të mira, tha e dhash. Si e dha jep tha për një gotë ujë, pa jepet bën një libër me vepra të mira për një gotë ujë. Tha, çka më bën? Po tha ti tha që deshe me hin xhenet me veprat tua personale, a nuk e din sa gota ujë ti çiti Allah për midis detit ta? A nuk e din se në bëni burim special veç për ti, për me shku me pi në qatë ujë, dhe sa ka rrjedh a ujti, sa ka rrjedh, nash ke pi e nash s'ke pi për ati. Po nuk e din pre ku ke hongër gjaket imrit ton që një shati si kingull kërkundit kanë ra frutet të kom tua për me hongër dhe për me pi. Pa nuk e din se çfarë shëndeti ke pas ti 950 vjet me boj ibadet, ku e marat fuqi dhe atë shëndet. Me boj këto me i vun kantar, ku dalin atë namazet tua o xhamatin ndershëm. Me bë këto me i vunë në hesab, ku dalin ata punë tua që njëri t'ja ke dhënë 100 franga dhe që 10 vjet po ja përmend çdo ditë. Dhe me thonë, në bazë të kësaj ne zguxojmë me thonë se ne him me veprat tona, po ne guxojmë me thonë me bazë të veprave tona tentojmë me ungjit në mëshirën e Zotit, e dashur Allahu na mëshiroft edhe na shtif në xhenet inshallah. Dhe transmetohet njëri prej këtyre muslimanëve që duhet po e kalon ka urrën e xhenemit. Tha, dhe po binka një herë në të. Ra për një qast të shkurt në xhenem. Dhe nxjerrën shpejt me laçet me urdhrin e Allahut. Dhe i thanë që ta kaloj për në xhenet. Dhe mbasi që nxjerrën, e pyeti Allahu, men hadha min ibadillah, kush është ki nga robrit e mi o me laçe? Kallzoni kush është ki? Kurse Allahu e dinte më së miri kush është. I thanë, o Zot, ki është një prej robërve tu, prej besimtarëve tu, i cili në dunja kurin nuk shepa të keqe dhe në dunja kurin nuk shepa asë një smundje, asë një problem, asë kur gjë, hiq. Gjithat mirat tua që i ke në dunja i ka falë dhe i ka pas. Allahu e pyet këtë njeri, a është të vërtet kjo robi im? O Zot, tha, gjithat të kënaqësi që i pata, gjithat mirësi që e këm pas në dunja, me çkët qastin që rash në xhenem, me çkët sekondin që rash në xhenem, beso se kur i gjanë së më kujtohat ma. Më kanë mbet vetëm dhimbta dhe plagët e xhenemit dhe zdi se kam pshiju dë njëherë njëmër një kënaqësi dhe një lumturi. Ndershëm vëllezër. Ky flet për një çast të vogël që i ka nxjerr me laçet më njëherë, nga se ka qenë njeriu mirë. E çka bëhet për njerëzit të cilët thuajnë, unë ku t'jem belet jem, s'ka lidhje, për mua më rëndësin kjo dunjaja. Po kjo dunjaja shkoj, ndershëm vëlla. Mbasi kanë ka shumë më rëndësi. Tash duhet më uçment nëse e sosëm çat që kanë ka shumë më rëndësi. Duhet më bëj vetvrasje se usos, çka më bën tash? Mbasi kanë ka shumë më rëndësi. Krejta jo punë që është shumë më rëndësi për ne u kry, nuk di sa kanë bet. E pyetën Molla Jakupin rahmet pas. I thanë, i rribe, subhanallahu, 50 vjet i kam hala, po nisbe gjallë fare, po i rribe, vallaj, o hoxhe, i ri. Tha, sa vjet e kje be gjallë? Tha, 50. Tha, a i kje një metra që ati? Ja dhanë. E cilat metrën që krehet, ju dini që të metrët. Tha, sa jeton një njërë prafërsisht në dunja? 65, 67. E krehet 67 cm. I po një kështum. Ti ku i kje? Tha, 50. E që dorën, 50. Apo shërë sa të kanë betë? Prej këtë kësaj që këtu të kamet i ri, tha hala. Këpëtan, kur bësh me i thanë këtë njëri shërë dhe pak, abe nisë fale be subhanallah, abe i ri e hoqë, 45 vjetë hala i ri.
Do me thënë, në bazë të shiqimit ti, a jeton ka 200 vjet, që 45 vjet kon ka vetëm 20% jetës ti e ka kalu, edhe ka mbet atje edhe 160 vjet ka hala ako. Në çfarë forme njeriu mendon? Si mendojmë ne në formë tradicionale, Allah na ruaj. Dhe pastaj kalon ky njeri mbi urë të xhenemit. Po ashtu ne thujmë edhe i lusim trit ton dhe trejat ton, po edhe pleqë ton. Tha për mu, tha ku me mshti i hoxha, tha unë a gjitha kam qef me hiq atje ku ka ma shumë këngëtare, ma shumë ku ka pevaqica, ma shumë ku ka që atje dhe të mshtin edhe mu. E në dini, kjo e në muhabete që bohen si cëllën 15 minuta. Mjerë për ti o buri ndershëm, mjerë për ti që s'podike me zgjedh. Dhe ti ta merë mendja se që ajo këngëtare dhe që ajo pevaqica që ashtu ka me këndu edhe atje. Zot në ruj si që ka ki me prej pesklimeve me ndi, se jo që ka me këndu. Po në qofë se të kam bet edhe një dua në fund edhe një dëshirë, thë që ku do me hi, zgjidhe bërë qatë mirën, kërkojë qatë mirën. Në qofë se të kam bet edhe një fjalë me e thonë, thuje bërëm qatë, shpreso ka e mira. Edhe të mendu ti se vërtet që shtu ka me konë si kur e ke pa në këtë dynja, Allah inshallah në udhëzoft krejtve. Nërshëm vëllezër, mbi urën e xhehenemit, do të na prezentohen neve, do të na paraqiten neve, edhe stacione. Në hipje të urës xhenemit ka edhe disa checkpoints, i thonë. Disa anhaltstelle, gjermanisht. Disa stacione, thënë, dalu pak. Stacioni i parë me një tabull të madhe aty me plot të thëmë në ushtarë dhe melaqe që të ndalin, thët stacioni i imanit, tauhidit. Po është vlon, ti kalon bi urë të xhenemit. Dhe ndalësh, jo veç me kalu shpejt, bjerë ngutu, ka dalës ti. Ka këto edhe disa kontrolla. Pika e parë që të kontrollon është çështja e imanit. Po elhamdulillah ne kemi kon mu'minin, besimtar, kemi besu Allahun, këtë në rregull është. Mirë shiqir. A ka diçka këtu në iman, a e ke thonë shahadetin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shumë mirë. Çka do të thonë ai shahadeti? Allah e s'pedi. Po si e ke hek 60 vjet shahadetin halas pedin? Shahadeti ka kushtet ndershëm vëllezër. 3 janë të cilët mezhebi Hanefi i paraqet, po 1/4 është e cila edhe shumë dietar tjerë kërkojnë. Kushti i parë i shahadetit është për me shqiptu me gojë. Qoftë përpara njerëzve, po qoftë edhe msheftës. Në qoftë se gjendesh në një vend ku nuk di ku se në shpresën e deklaron imanin tënd haptës, edhe fshehtës vlen. Por ai i cili deklaron haptës ka derexhe më të lartë. 2. Atë të cilën e deklaron me gojë për me besu me zemër. Jo veç me thonë një fjalë goje që ti. Po i me koni sigurt në ato që e thush. E qka thush ti? Unë dëshmoj dhe deklaroj dhe besoj se Zoti është një, i cili o çdo kund dhe shet gjithë shka dhe ndëgjon gjithë shka. Atëherë unë e pjesë të rritë ton, edhe i pjesë edhe të pleqët ton, për dhe vetën time. Mbasi ti e deklaroj ke shahadetin, se Allahu shet gjithë shka, din gjithë shka, është gjithë kundi. Pse kur hish në për tankështelet e këtunit, po këshira ka kamera në alta ju? Qa bët interesant e ka? Në qofë se ti e din dhe deklaron se Allahu një është dhe mshemu gjithë kundi u kry procesi për ti. Pastaj, krahas deklarimit me goj, besimit me zemër, është praktikimit në jetën e përditshme, prezentimit, reflektimit të këtire fjalëve në vepra. Besimtari i sinqert që shqipton shahadetin, janë edhe veprat e tij në përputhshmëri me shahadetin. Janë edhe punët e tij në përputhshmëri me atë që e thot. Ja ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Besimtar, pse ju e thoni njërën kurse nuk e veproni atë? Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Është shumë e urrëtur te Allahu për me thonë një edhe për me bën diçka tjetër. Edhe ka dalë tradit, na kanë lehtësu neve hoxhallarve, fal juve, falenderës juve si xhamat, na keni lehtësu. Tha, çka thot hoxha ngoje, çka bën hoxha mos e bën. Edhe ne të e marrë këtë punë, halis si bajgjin e hoxhallar troku se mirë kënë, për me shit mend sa dush, veç mos kërkon me punu. E çka i vjen kjo ketë? Ju për në lehtësoj këtë, Allah i ka thonë, o ti musliman, po edhe ti hoqë, mos e bon njërën të thush qëtërën, gjematin a thët një në leroni këtë punë, mashallah. Edhe ne kanë herë mashtrojmë me këta fjalë kështu, mashtro hoqë e fendim, mashtro se e këshirim një ditë prej ditëve, dalin këta punë, e ti e ke ditë, gjemati se ka ditë, e mos thujmë ka thonë gjemati. Dhe pika e fundit,
e shahadetit, kushti I fundit I shahadetit, kolca e 4 e kerit ton që po të hec për me të shtin xhennet, se me veç 3 zbojka. Veç 3 ka me shku krejt kështune më një anë. Po tu me bo me qu pak ma hofë, po që dziza mrapa. Ajo dziza veç që sën shkalla e keri jot. Po edhe subhanallah që ashtu është. Ja dziza po dalin në për vendet e muslimanëve jaku. Ja lufta po bojnë jaku. Ne nuk po e shohim se Allah shahadetin si pas këmi tamam. Ne nuk po e shohim se Allah shahadetin se kemi besu. Edhe dziza e madhe po shkoni mirë kemi shiqir. Po valla që s'po kallet ky kerr veç mëshira e Allahut për unka. Edhe pika e 4 e kësaj është për me kuptu atë që shqiptan, atë që e thush. Tek mezhebi I Hanefi dhe kështu me radhë nuk është shpreh Imam Ebu Hanifja se duhet me e ditë arabisht nga sa e ka ditë. Por në për vendet që është përhap islamin, në për vendet jo arabe, si kur është rasti tek ne, këto është dasht me thonë edhe me e kuptu kë njëri që ka thët. Nuk është e mund shme a gjibabe ja mëson nipit vetë vogël shahadetin nuk edhin për vetë që ka dhe me thonë. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Unë deklaroj dhe besoj dhe vërtetoj fuqimisht se nuk meriton të adhurohet kush përveç një Allahut një, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu, dhe deklaroj se Muhamedi është I dërguar I Tij, sikur edhe gjithë pejgamberët tjerë që ne nuk I refuzojmë ata. Xhamati ndershëm, kalove te stacioni tauhidit. Tauhid do të thonë njëshmërisë Zotit. Shumë në rregull. A je I gatshëm kët? O ja Allah e kam thonë shahadetin. A e ke praktiku, e ke vepru, po Zot. Shumë në rregull. Kjo kaloj. Alhamdulillah kalova stacioni. Jo. Imanin ti e deklarove, mirë po stabilitetin e imanit, sinceritetin e imanit, kualitetin e imanit, fuqinë e imanit tash do të pyetet tekrar. Çka më thon? Ti thuash se veç Allahut je frikë dhe ata e ke respektu. Po alhamdulillah. A dish na për mexhliset tona kur ulemi bëjmë muhabet vinë do misafira. E kemi hup tash në mexhlisin ma, ju dini mirë. Ku ka mexhlis? Ku ka për një fjalë për me e bon për njëse. Po mirë, parën fjalë ai që ka ardhë miku ki qetri, s'din ku me janis. Ko e mirë, mashallah, ko e mirë, na ka majtë si mjetë, na ka majtë. Po vëllaj, po. Ama gje ka rashi, vëllaj, ko hiç s'ka po, vëllaj, hiç s'ka po, këtë të kotë, njën i kështu, qetri qështu. S'din ku me janis, asni muhabet. Ai qetri thët ka thonë, ai më një kaset, ai qetri thët ka thonë, ai pa në internet, ata, ai qetri e pak, subhanallah. Kanë hunë 10 vetë bura, s'din për ku me u kap një muhabet, halis për me nis një muhabet dhe me që të derin gjosh. Pse? Se baza e muhabetit është e gabushme. S'nis kjo, as nuk niset, as nuk soset. Baza e muhabetit, materiali, brumi I saj është I kot. Nuk vjen buk prej saj. Edhe kështu I tha, Lukmani a.s. djalit vet, birim, kur të shkosh me një mexhlis, të ulesh, përshëndeti njerëzit, edhe ulu. Mos hin më njëherë në muhabet, po ngon njëherë. Shif çka vërtetë taj muhabetin, çka folet. Edhe pastaj, në qoftë se e sheh se ati përmendet Zoti, qëndro me ati. Në qoftë se e sheh se ati nuk përmendet Zoti, qo për ati, as mos ju thuj gjë, qo për ati dhe largo. Kusht për me qenë një mexhlis, do të përmendet Zotin atë. Edhe tash te kualiteti I imanit tënë. Këtu do të bisedohet pak çfarë kualiteti ka qenë. Wallahi je frik kujt përveç Allahut. Jo valla, e çat mexhlisin që tham ne, sa të bën me thon, a më duket me vllajin I kishe prish punë, po, dhe pak çështu. Ama edhe pak po ju frikshë. Jo, unë veç një Zotit I frikëm. Unë kërkujt në ndonjë si frikë, veç një Zotit. Mirë, pa hajta shohim si I frikë është ati Zotit. Edhe në çfarë forme I frikë është ati Zotit. Këtu unë dëshiroj t'ua bëj me dije juve dhe gjithë ati të cilët neve na ndëgjojnë. Frika ndaj Zotit nuk është këtë frikë që e dim ne sikur që frikemi prej kafshëve të egra. Nuk është frika sikur frikemi prej këtij apo prej çati. Nuk është frika sikur frikemi në luftë. Po frika ndaj Zotit është frikë respekti ndaj Zotit. Gjermanisht quhet ehrenfurcht. Frikë respekti ndaj Zotit. Ne nuk frikemi prej Zotit dhe të hikim prej tij. Po ne frikemi prej Zotit se e duam. Edhe në këtë formë duhet të edukohen fëmijët tonë të nderuar xhamat. Frikë respekt. Frika, gjithsesi fëmia jon nuk duhet frikët prej babës, po duhet me frikë respekt ta doj. Dhe në qoftë se baba një ditë prej ditëve do t'i thotë ose nana një ditë prej ditëve, se unë jam I dhunum sot me ti. Ai duhet qaje më shumë se baba dhe se nana se I dhem atij hidhrimi I tij. A në qoftë se e kemi rrit ato tu e raft,
Kur do t'i bëj ai 18 vjetë, 20 vjetë, apo 3 herë më i fuqishëm se ti, hajta shohim refe hala. Është po frikët për hosh, po ngjon për hosh, është problemi i frikë, respekti nuk është mbjell tu. Jo frika, ai s'ka nevojë me të frikë, ai ka nevojë me dasht. Në këtë formë duhet me i eduku në fëmijët tonë me na dasht, dhe në qoftë se ne i kputim lidhjet me ata, ai frikët për kësaj kputjes së lidhjes, jo prej dorës time. Në këtë formë duhet besimtari ta dot Allahun dhe t'i frikët që në qoftë se Zoti e le vetë ku mirë për ne. Ditën e Kiametit do t'ju thëtë Allahu atyre të cilët besonin jo në Allah. Thëtë kërkoshit kë Zotna përveç Zotit, gjeni mëshirën e tyre tash. Shkoni kërkoni tash faljen e tyre. Shkoni t'ju shni aj tash dikund në ndonjë paradis, në ndonjë xhenet. Në këtë në qofse don ta matish shtit ndershëm vëllezër, don ta matish frikën dhe frikë dashurinë ndaj Zotit. Tha kualiteti që do të matët është ati, një shembull i thjesht. Një ditë për ditë vetra rendi me kalu ka shtëpia e vllajt atij. Hynë që ti pak në podrum të kështu, bëj subhanallahu ki do gjanja më shumë se unë. Bëj s'mu prish shefi kret. Bëj tu e këshir pak andi edhe boni një zhurr. Po ti tu ndal zemra gati. M'duket se mësum. M'duket se m'pan. M'duket se kështu. Ta shtëpia që është pse s'u kujtove ti atij se Allahu është të pa edhe kur hinsh tek njëri, edhe kur hinsh tek i podrum, po vetëm tash kur bëni zhurmë, do me thanë ka njëherë i kanë ke frikë Allahut, ama ka njëherë edhe pak njerëzve. Edhe ai personi i cili vjedh, një person tjetër, besimtar, elhamdulillah, ja pa besimtar i zvjedh, plot i kemi në njerëzit na për burgje këtu. Plot. Edhe kryetari jon ka xhe pak më herët pa. Plot i kemi këtu. Atër pjeqë është shka, në çfarë aspekti do të kategorizohet? Dhe ai thotë unë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sos puna kaloti, ti mund thush në këtë dunja kalon. Ama në dunjën tjetër se i thush Allahit unë alhamdulillah, me laqe mashallah. Ati do të matet edhe kualiteti i saj. Këtu që mos të kalojnë vetëm në shembullet e jetës tonë praktike, po edhe të marrë edhe shembullin e jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, më lejo të përmendi ajetin e surës Ali Imran, ku thot bismillahirrahmanirrahim, alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Atyre të cilëve ju grumbullohen njerëzit. Kishte një grup njerëzve ju grumbulloheshin njerëzit dhe thanë, shumë njerëz kanë për më mledh tash. Ju si besimtar frikoni atyre se janë të u bë grupe të mëdha kundër juve. Çka bëhet me këto besimtar? Fazadahum imana, atyre ju shtohet imani, wa qalu hasbunallah, dhe tha Allahu na mbroft, wa ni'mal wakil, dhe nuk ka mbështetës më të mirë se ai. Çka ka me këtë ajetin e Kur'anit? Kur humban muslimanët në luftën e Uhudit, dhe ju dini, pat 73 dëshmor, dhe pat plagosje të mëdhaja, pejgamberi alayhis salatu wasalam kthehet prej Uhudit me dorë thyme, kthehet me dhëmballin e thym, dhe kthehet me plak në fytyrë ku i ka kap pjesë e shpatës, dhe po i rrithte gjaku, dhe janë mbledh njerëzit në Medinë, secili po i kërkon njerëzit e vet vdekëm, xhenazet e veta. Po i merr qetri, po i kreh ato të plagosmit. Ai qetri kështu u kriju një eufori e madhe, u kriju një bezdi e madhe. Edhe Ebu Sufjani ju çoi haber. Ebu Sufjani prisi Mekës, ju çoi haber. Tha, bonu një selam atyre dhe thuj, hala pa me mrinë në Mekë kemi u kthi me ushtrinë prapë për mi shkatru komplet. Në këtë moment, ata të cilët ishin të luhatshëm në imanin e tyre për çka folin ne këtu, zund shkun të Resulullah dhe i thanë pejgamberit edhe sahabëve të tij, apo shifni çka bëhet? Kush ju tha të hinin luftë me ta? Ma mirë mos kishte të hinë luftë me ta. Dhe shifet tash po na kthehet prapë. Jo vetëm juve që keni kanë luftë, po na zhdukën krejt Medinën, po na vret krejt, edhe neve që s'kemi kanë, që s'kemi dalë. Kush ju tha kështu? Alladhina qala lahumun nas, atyre të cilët ju thanë njerëzit, o njerëz tash po ju grumbullon juve ushtri të mëdha. Frigoni pra, dorëzoni, kërkoni falje. Fazadahum iman, atyre ju shtohet imani hala. Edhe pse? Wa qalu hasbunallah, tha Allah na mbroft. Dhe tha, wa ni'mal wakil, dhe s'ka mbështetës më të mirë. Dhe kështu që Allahu bëni që më njëherë mbas humbjes, disfatës së tyre, që erdhi pastaj edhe fitimi i tyre dhe fitimi i tyre.
Ndershëm vëllezër. Ne parafërsisht e kemi të njëjtën situatë edhe këtu në Vil. Situata është e njëjta, tash kapim fërkime të ndryshme, fërkime politike, fërkime ekonomike, fërkime të problemeve të natyrës ndryshme, për shkak të ndërtimit të xhamisë. Kemi një grup njerëzve që thonë, ne bismillah, a është në përputhshmëri me ligjin e shtetit? Po. A kundërshtojmë diçka me ligjin e shtetit? Jo. Bismillah. Bëjmë nijet edhe nisim. Edhe kemi një grup pa shifni çka bëhet. Ju e bëhet iniciativën atje, ju e bëhet iniciativën këtu, ju edhe prishni shtetin, ju i ngroj kundër shtetit, ju i një bëhet kështu. Tash një grup e njerëzve tonë prej subhanallahu valla me drejtë ka. Unë jo valla ato xhamisë atje, ku e di kush. Unë jo aty, unë çdijja, unë kështu me radhë. Kjo le të jetë një shembull një për një e interpretueme. Një për një interpretueme sikur në kohën e luftës së Uhudit, ku i thanë a shifni çka keni bën. Edhe neve detyra jonë është për me thonë, në këtë qëllim ne mbetemi, na shtohet imani, nga se simi të bë kur gjatë keqe, për me lip diçka me u fal, jo në podrum, jo në garazh, po me u lip me u fal në një vend që falen këtë fe të tjera të botës, në një vend me respekt dhe me ndërgjegje. Ku është problemi? Çfarë të keqe je të bën? Asnjë të keqe si të bën. Edhe tash pyetja ime është këtu, a do duhet të coptohemi ne këtu në këtë kontekst, apo të qëndrojmë në atë dhe të vazhdojmë piksënimin e Zotit? Ju dini se xhamit nuk i ndërtojmë ne, xhamit i ndërton Zoti. Po ne jemi vetëm sebeb, ne jemi vetëm një shkak. Edhe ti me të shkosh me atë sebepin tënd deri te dita e Kiametit, deri te Allahu. Dashur Allahu që na gëzon neve dhe juve inshallah me një xhami të mirë në këtë qytetin ton. Unë ju falenderoj për këtë vëmendje që kishit dhe e lutem Allahun që të na shpëtoj sa më lehtë prej urrës xhenemit dhe të na kaloj sa më lehtë në anën tjetër nga xhenneti. Allahu qoft razi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lillahi al-fatiha.